Jemi rikthyer nderuar të shikues në pjesën e dytë të këtij emisioni. Jemi në të njëjtën temë, në të njëjtën problematik, por si thua të ta shikojmë në një kënd të biseda do jetë në një kënd tjetër. Kishim një kënd ku kishim përfaqësuese zoti Lela Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Faleminderit. Po pse se mbajtet përfaqësuese? Kishim një kënd, kishim një kënd që e shinim nga këndi i tyre, përpiqeshim të shikonim nga këndi i tyre. Debat me kolegët për çështjet opozitës, kur mund të bënim debat me pushtetin. Jo, më ndoshta arrinte ajo, ke drejt këtu. Mirë do ishte. Por unë ndërtova, ndoshta është gabimi im, se trajnerët bëjnë si trajner është moderatori, bën gabime, autori. Mund të ishte edhe më mirë kështu si thua ti, po mund të jetë më mirë dhe kështu. E pam. Më kujtohet jeni sheri që e patë dhe... E vura aty. E vura aty dhe stërvite. Po ai... E fikojnë ndeshin ai. Ai ka fituar gjitha ndeshjet në këtë vend, e kupton? Ai ka qenë deputet o zotëri. E di? Po pra. Ai ka fituar gjithçka dhe më shkruan vazhdimisht mua tani. Sepse i vini natë nga jeni nga ky tjetri. Cili? Pelinçi, se ka disa lojtarë të mirë. Ja u ka marrë pushtetin politik. Në atë univers janë disa lojtarë të mirë. Ja u ka marrë Pelinçi po. Pushtetin? Pelinçi, më ka arë Pelinçi. E kam parë. Po, a i ka bërë dhe qeveri, se ju... Me Cadillac... Ju s'kini bërë qeveri asgjë. Shiko, a i ka ndërtuar qeverin. A i me Cadillacun ju am... Tani, po, me Cadillac vjen. Tani do të vjojmë të flasim për bordin e paqes, por si që thamë në një këndvështrim tjetër. Deri sot, opozita shqiptare për thënë të drejtën, shpresonte shumë të Trumpi dhe Amerika, me thënë drejtën. Unë e kam parë gjithmonë me dyshim, jo se unë kam në një mendjet ndritur për ta parë, po e kam parë me dyshim sepse duke parë nga larkë presidentin Trump dhe duke parë dhe Ramën, kam parë që ngjajnë shumë me një tjetrin dhe mund të bëhen shumë më afër këta se sa doktori, që është një gjë krejt tjetër dhe vrapon në një mënyrë krejt tjetër në punët e veta politike. I suksesshëm kanë qenë shumë, por vrapimi i tij është në një kaje krejt tjetër. Nuk është veprimi kështu, vrapimi që bëjnë këta. Së është biznesmen. Gjënglerë, nuk është biznesmeni. Biznesmeni jo, nuk është. Nuk është doktori biznesmen. Vetë doktori personalisht, ja. Tani më tha që Rama nga qasin qas do të rëmbet dhe nga Maduro. Doktori nuk e përmendi në njërë këte, po. Ja. Por duke që këto shpresa janë fikur pasi Edi Rama o shfaq tani me bordin e paqes. Madja i kërkoj Trumpit të mbrojë dhe Hashim Thacin me shok. Kërkoj aty publikisht, sepse ka ishim... Pasi u bëri gjykatën speciale që i mori... Po them kot që Rama ndërton shumë gjëra. Rama po udhëtime speciale me helikopter special për gjykatën speciale, tani i mbron. Tani është njëjti ekip, thamë, për shto dhe zotin Alfred Lela, drejtori komunikimit në Partinë Demokratike, me të cilin ne do bisedojmë. Tani erdhi dita zotit Lela që Edi Rama të shëngon duart me Donald Trumpin. Nuk la gjë pa bërë dhe dorëzuar dhe arriti t'ju marrë edhe Trumpin. Nuk la gjë pa bërë, me thënë drejtën, por tani jemi në kushtet që ai e mori. Ditë e zezë shumë duket për ju. Për të përdorur një terminologji të vetë Ramës, Trumpin s'e ka marrë, Nocrokun ka marrë për të përdorur terminologjinë e Ramës, sepse se i ke... Por e ti e ke për detyrë të thuash të gjithë të flasësh për ndosin në të gjithë pjesën e emisionit po përdor një terminologji të vetë Ramës. Edhe për Rokun, dhe për ndosin, po problemi është që ai ja u ka marrë dha. Dhe duket si një ditë e zezë e cila shpresat i kishte të gjitha të Trumpit dhe Amerika. Se edhe shpresat nuk kishte një arsye të madhe të mona, me kaq sa kuptoj unë, që të vendoseshin mbi Trumpin dhe mbi Amerikën. Si e mendon tani ti këtë? Tani, a ka ndryshuar ndonjë gjë në qasin administratës amerikane, sidomos Trumpit, Vance'it dhe Rubios për luftën kundër karteleve drogës? E ke pyetje? S'ka ndryshuar. E ke pyetje? Po e bëjë retorike dhe po i përgjigjen vetë. Po s'kur t'ja bëjë përgjigje të vogël unë? Jo, nuk ka ndryshuar. Po sikur them që ka ndryshuar? Një. Vjen vajzë e Trumpit, e dyta. Bashkë me biznesmenë shqiptar vrapojnë, marrin ishullin, marrin dhe tokën në Bregdetet të gjitha, marrin ikën e pre Trumpi Edi Ramën, që përtisin njerëzit tuaj, nuk mund të apres. Po. Biznes në këtë vend është bërë pa fund, po edhe burg dhe arrestime është bërë pa fund. Ja ku i ke, erdhen këta më përpara i takoj puthi, këta bile ajo nuk do t'i shkojnë në kryeministri, thoshin gazetarët tuaj. Bile në një vend tjetër, thoshin në gjëra akoma më smeshme, që Trump nuk mund të rinë në të njëjtën zyrë, në të njëjtën sallë me Ramën. A mund të ato dhim s'pak Rama sot? Edhe për retorike kam dhe këte.
Pra është një zotëri, kryeministri i këtij vendi, politikan, kryetari i Partisë Socialiste, që tha para 13-14 vitesh, Trump është turpi i qytetërimit. Në thakt. E ka thënë. E tjetra, doli dhe me Alijevin dhe me dikë tjetër dhe me Macronin, bëri atë shakan që bëri. Tani, ky zotëri që i bën këto, dhe sepse ju e pa që ishte në pozita servilose. Ke shumë drejt. Se nuk ishte i barabartë. Konkluzioni. A ishte i barabartë mes barabartë, apo jo? Konkluzioni ishte ndryshe. Edhe këto... A i e pret, pas gjithë tyre. Edhe ngjyrat, ti shikon vetëm këtë të zezën, po unë më le të shoh dhe pak ngjyra. Edhe këto ngjyrat, edhe për argëtim, ti shikojmë. Tani, a ishte pak në pozita, a ishte i barabartë mes barabartë, apo ishte në rolin e dikuj që po i servilose, po i rinde nga, po me zi, po priste t'i kapte dorën, po të gjithë, po sidomos, të gjithë, po me mizën në kësull, vetëm ky e kishte. Apo, ta pranojmë këta. Aty mizën në kësull, pjesët dërmuse ishin diktatorë. Hyrjen e fjalimit, më falë, pjesët dërmuse ishin diktatorë. Po, edhe ky gjysë. Dhe mizat, ata jo kishin mizën, po kishin gjarprin në kësull. Ata se kanë fare, se një pjesë e mirë s'duan t'jenë në BE, janë në margjinat e kontinentit. Pyetja është, aja u ka marrë Trumpin ky njeri o zotëria jo? Jo, më s'ka marrë, ky s'ka marrë... Se thatë që do arrestohet dhe ikën e marrin. Ylli, ti e ke ndjek... Ju dilni çdo të enë aty dhe i vishni robat e Maduros këtia. Ku e kini jo? Tani, çdo të hënë, unë a mund ta ri për kufizoj atë që kryetari i Partisë Demokratike ka thënë, që ne nuk presim asgjë, as nga... Ja ku e ke, shikoj. I kini ju dilni këtu çdo të enë, vishni robat e Maduros... Simbolik është ajo tani? Po simbolik është gjithë shka, po simbolik është edhe kjo, mo. Ti e ke emisionin me titujt e tu janë gjithë simbolika. Dhe na qorton ne. Simbolike. Tani simbolik është ajo. Ti ke tituj gjithë simbolika, na thua ne pse bëni simbolika, po në letërsi, në gazetari, në komunikim. Po sepse gazetari dhe ti dhe i shkatë tje për dërë nga situata. Unë do të thresë vazhdimisht. Jam duke të në të vërtetën. Këshu është. Të vërtetën se cili mendon që ka monopol. Simbolik. Bushat tani kemi, zotin Lela, që mund të i themi për këtë opozita tani në këtë gjendje që duke që kur Trumpin ja u mori kë, që dit i marrë të gjithë, si mendon të tani? Se ndoshta e kam dhe unë gabimarë, nuk e kam marrë. Ndoshta, po, se unë nuk mendoj se Trumpin e mori. Pra, jam dakord me atë pjesën e Leles që Rama duke që ishte në ngërç dhe duke që po i bëj që lymë Trumpit aty, vetëm që ti merte vëmendje, ti merte kujdes, ti merte të falur. Por nga ana tjetër Rama fitoi jo në raport me afërsinë me Trumpin, por në raport me narrativën që ka ngritë opozita këtu prej një viti dhe gjithë kundërshtarët e Ramës, pra për te opozitës. Pra, ne qa kemi dëgjuar, Rama s'kel do të në Amerikë se do e marrin, do e pyesin për Megonigalin. Rama edhe kur vajti në bordin e paqes, jo, po në Davos nuk e pranoj Trumpi, se s'pranon Trumpi, do Shqiprin, po Rama se ullë në i familje. Po në një tryez. Jo, por Ramën do e marin si Maduro, në nëzirë dhe ti atë foton aty. Do me thëmë, Berisha del qdo të hënë, ka Ramën të veshur si Maduro, dhe mesazhi është, pun ditë shiku e morën dhe këtë. Në këtë kuptim, duke qenë atje Rama, të gjithë këto fabula që do i vi Shqipëris një zgjidhje me Deus Ex Machina, do marrin Ramën dhe gjithë do jemi njerëz të lirë, kjo i ka rënë. Dhe për një njeri i cili ndeshet me këtë retorik të kundërshtarëve, kur është fryn, është një fitore. Kjo është fitoria e Ramës sot në Washington. Por nga ana tjetër nuk është afrim real me Ramën. Se për këtë punë ka vajzur? Sepse, për shembull, vetëm të krahasosh, e thash dhe pak para, vetëm të krahasosh, shikoni si foli për Vjosa Osmanin, Trumpi, dhe shikoni sa indiferencë steril që me Ramën. Pra, të marrësh për krajin e Trumpit, është të flasësh ashtu si që foli presidentet Osmani, jo indiferenca që tregoj ndaj Ramës. Por, ama, Rama, po ta përmbledhim, nuk ka fituar ndërkombëtarisht apo amerikisht, por lokalisht ka fituar. Në Evropë s'ka fitu gjë fare.
një pjesë që të Evropian nuk e të më fare këtë... Ka vit dhe Bashkimi Evropian, themi. Dhe fabula absurde janë ngritur në faktë. Jo, pyetja ime këtu është bushat, të kjo pikë. Ku opozita e ngriti gjithë luftën. Këtu fitoj, po, që ta theme i Sepse frazë. ju e ngritët gjithë luftën mbi këtë bazë, por Rama nuk ka fituar në gjithë. Qiko, Por ju ngritët gjithë luftën, po preç. Unë besoj se opozita se ka besuar në i herë këtë narrativ që vete ka prodhuar. Po ta kishin besu, do ishin komplet... Nuk e ka besuar do atje. Bendimi im është. Sepse është... Jo, dakord. Rama ka qenë, si që thamë, pjesën e partë e misionit, shumë i frustruar nga mungesa e kontakteve me administratën e re. Nga një lloj bojkotimi, mund të themi, për një kohë gjatë, e ti nga administrata e presidentit Trump në këtë mandatin e dytë. Bordi i paqes, si që thamë, erdhi si një dhurat nga qielli për te, po s'ka qenë i rrezukuar në atë mas, sa që të vehet në një plan me diktator, me autokrat, ku opozitat janë narrati, si që ishte Venezuela, ku opozitarët vriten, helmohen, si që është Rusia. Pra ka lloj autokracisht dhe diktaturë në Shqipëri, është një vend me një demokraci me probleme, po opozita është sa herë dojnë shesh, sa herë dojnë parlament, liria shtypit është kjo që është, njerëzit thonë çfarë duan. Pra këtu ka pas një gjithmonë opozita nuk është realiste, kjo është çështja. Dashërohet me invencione, me fjalë formime, dashërohet me ta jashtë kontekstit. Pra nuk ka ekzistuar kur kjo që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do marrin Ramën me helikopter. Ajo është një marrëri. Kush e ka shpikat e? Pra, du të them këtë gjë që opozita në Shqipëri, mendoj unë, do ishte shumë më efikase duke qenë realiste, sepse ka plot ramat vetat. Në qoftë se i shton atyre që ka, ne e dimë edhe nga parimet e gazetarisë që me thënë dy, ose një e gënjesht të rëzon dy të vërteta, pra ti bën dëm vetes tënde, egzagerimi, si thuash, i heq kuptimin dhe të vërtetës. Nga kjo pikpamje, unë them që nuk ka nevoj, ka plot Rama, ka për t'i bërë opozit plot, opozit realiste, opozit konkrete, opozit bindse, opozit që bërë për vete, jo vetëm militantë dhe Partisë Demokratike, por edhe për te saj. Unë mendoj që kjo narrativa që po diskutojmë ne sot për Ramën që do rrëmbehet, s'do lejohet, ndoshta ka qenë për përdorim të brendshëm, por edhe ashtu nuk vlen. Po dhe ai për përdorim të brendshëm ka bërë Rama. Po mirë, po them narrativa për përdorim të brendshëm. Narrativa asnjë e para. Opozita zyrtare kur se ka formuluar këtë preç. Tani në opozita zyrtare nuk ka çelësin e rrjeteve sociale dhe të shtypit dhe me ndalu me thënë çfarë duan ata. Pra, qoftë edhe portalet, gazetat, ku dëgjon mediat afër opozitës, po opozita zyrtarisht këtë që thua se ka artikuluar kur. Sali Berisha, ja ta e mbarova. Sali Berisha që është... do të marrë shembull nga Sali Berisha. Edhe një fjali. Jo. Sali Berisha ti marrë me radhë, nuk ka problem. Nuk na e zgjidh Amerika. Sali Berisha ka qenë para zgjedhje në emision tjetër në lutem. Nuk na e zgjidhin tuajt, nuk na e zgjidh drejtësia. Dakor. E zgjidh populli me revoltë. Prej një muaj ka këtë kryefjalë. Tani Fred, dakor. Ne nuk kishim portalet. Ne nuk kishim si qëllim retorikën e Berishës brenda një konteksti kohor 1 muaj apo 10 ditë. Është vërtet që Berisha të gjithë narrativen e tij para zgjedhjeve e luajti me marrëdhënien e Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka qenë në emision dhe unë kam qenë personalisht me Sali Berishën dhe ja bëra pikërisht të pyetje. Dhe Sali Berisha më shpërgjigj kështu. Këto janë dy gjëra. Edi Ramën do ta marrin postare në Amerikë. E ke aty, hajde hapim YouTube-in dhe ka thonë. Pa ndodh Maduro. Jo, para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve. Maduro. 2 javë para zgjedhjeve. Pa ndodh Maduro. Po pra, dakor. 2 javë para zgjedhjeve. Shiko. Po nuk është problemi Maduro, problemi është narrativat e qasja, sepse nëse më lejon. Ore, më dëgjoj pak. Më dëgjoj nëse mund. 2 minuta të lutem. Ore, ne gjithë jemi këtu në GoPro, ne jemi në GoPro gjithu me Edi Ramën dhe ne jemi të shqetësuar pse nuk vjen opozita pushtet. Nuk është problemi që Edi Rama është i suksesshëm. Dhe ju dhe opozita ka rënë në kurthin, ka rënë në kurthin që i ka ngritë Edi Rama buri dhe atë. Edi Rama krijoi nën gradën, absolutisht po. E financoi Edi Rama. Dhe ju radh në kurthin atij tash do heqim nën gradën Berishës. Po lejmë nën gradën se s'prish asgjë fare. Çfarë punë prish?
Ky që kurti që griti Rama dhe këto e vazhduan. Pjesa e dytë nuk e fton, po e tham, e kanë thonë tash pra, nuk e fton, e kanë mbyllur rrugën për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithë narrativa e opozitës ishte imazh. Kujtova se the që Rama ka shpall non grata Berishin. Po, unë kam bindja aty. Po ndroi temë. Jo, s'ka lidhje, kjo është kryesore. E ka financuar Rama dhe kanë dalë janë bërë publike ato. Dhe në mënyrë më turpshme duket, nuk ka faleminderit. Nuk ka politikanë që të luftoj kundërshtarin politik në formë të bërë me ato. Duhet me qenë realist. Tani kemi Me gazetat më kanë dalë. Me kush? Që kjo mund të ndodhur. Të mos ikim aty. Jo të lutem. Emisionin tot ne kemi. Po ricikluan Berishën me zor. Shteti Amerikan. Shiko, gjetja e Berishës për non gradën ne kemi diskutuar. Nuk ka kuptim. Nuk thotë të s'kishte gjë. Dakor, po të ikim nga ky moment sepse ikim, po nuk është ashtu. Ikim se nuk ndihmon ashtu. Jo për këtë, po e bëre për non gradën pastaj mbaron filmin. S'kam punë me non grata është... Tani, jam dakord. Ky po thot zotri që ju keni ndjekur, ndoshta për këtu brenda ore. E tha Bushati, e tha Preçi. Ndoshta për këtu, por është më gjerë se kaq që të vish në pushtet dhe të marrësh pushtetin, të rimarrësh pushtetin e gjithë, është më gjerë se kaq të mbash militantët. Se kjo është një përpjekje të mbajnë militantët tani. Që do ta marrin si Rama Durrën atë, do ta çojnë aty, do ta iku Edi Rama. Trumpi me ne, erdhi Trumpi shtuam. Juve tani mbetet se shohim si një përpjekje me thënë të vërtetën. Pse shohim si përpjekje? Cila është e vërteta? Me thënë të vërtetën. Ka një të vërtetë. Po cila është e vërteta? Gjuha këtu është amerikane dhe përputhen të dy gjuhët, ose ligjërimet, ose narrativët, ose diskutet. Ose diskutet. Ore sot po të thresë përfaqësuesit tuaj tonë, ja kanë hequr, nuk kanë non gratë tonë. Nuk po e them atë që thot ai për vitin parë, pjesa dërmuese Berisha për 5 ditë ikën në Amerikë. Berisha është narrative gabuar, është narrative gabuar që u përqendruan te non grada. As mua dhe as Berishës mos i kërkoni llogari për çfarë thonë çdo kush që del në televizor. Ka thonë antar të kryesisë së Partisë Demokratike? Jo, asnjë antar kryesie s'e ka thënë këtë. Nuk e mendoj. Jo, ka thënë studion tim. Nuk e mendoj. Berisha shumë shpejt tani është në Amerikë. Po non grada s'ka. Tani jo non grada mund. Për është tani në Amerikë, shpejt. Tani, gjdo demokrat... Berlind Këlliqi është zënë me Preçin këtu, në këtë studio. Jo që është heq, nuk i ka thënë... Po që shko në Amerikë tani, quhet heqja jo, mo jo... Ne që s'ka gjë, jo ka qenë dëshire mirë. Dëshire mirë, thot. Edhe ne kemi dashur. Por tani, dëshirat... A të rrim të suksesi i madh i Ramës, se ishim... Jo, nuk jemi të suksesi. Shkëlqyeri Ramës nuk është sukses. Ai vajti qëllimisht atje. Ne biseduam këtë. A ndryshoj gjë në faktin se ku është Ergy Sagasi, ku është Belinda Balluku, ku janë shumë të tjerë? S'ka ndryshuar se takoj Trumpin? Si ndihmoj shqiptarë që i dha dorën Trumpit? Apo do gjykohemi ne se Trumpi nuk do e takonte që nuk do e takonte kur Trumpin. Po vajti këtë që i krijoi ai mati zëvendës kryeministin Burg dhe pra fiton i dënuar, i kërkuar, pra fiton zgjedhjet. Si fiton? Me vjedhje. Me blerje. Si do zgjidhim ne? Ai vajti i futi UÇK-n atje për ta mbytur. Ky është halli. I futi UÇK. Jo, vetëm ky është halli. Lodhe shkot me histori tjera. E priti Trumpi e shkot. Ky vjen zgjedhjet, ky organizon banda. Ore retorika që ngritet. Do ta dinë këtë pjesë, ju çfarë do bëni për të bërë votë? Lela, shiko, ti je drejtori komunikimit, një njeri mund të respektoj shumë për ti një gazetari zoti të gjithë, kjo pjesë të respektojmë shumë. Tani problemi është i dashur që mua duhet më thuash ti që kjo retorikë që ju ndërtuat të gjithë nuk është bumerang për ju, nuk ju kthye. Se po nuk kuptuat dhe gabimet që bëni, të gjithë bën gabime. Rama bën më shumë nga të gjithë. Po tani hajde të flasim, do të henën që vjen të flasim vetëm për Rama. Por unë po them, retorika që ti ke ndërtuar me Rama Durrën, me Rama Preçin, me gjitha këto të ra poshtë. Sepse të shkoj atje... Po asgjë s'ka rënë poshtë, ke gabim o Ylli, ja ta them unë se s'ka rënë poshtë. Po ma thuaj pse s'ka rënë. Kemi thënë ne, kemi thënë që përfaqësuesi i kartelit Sinaloa ka ardhur në kryeministri, ka takuar kryeministrin. Dhe përfaqësuesi i kartelit Sinaloa është shpallur, është në listën atje. Është e pavërtet kjo. Mos i themi ne këto. Se do takoj, edhe si kur ne ta dinim që atë ditë që Rama do takonte Trumpin, ne prap do e thonim morbur, se ka ndodhur, dhe e kemi thënë gjithë, e ka thënë Bushati, e kanë thënë gjithë, se ka ndodhur. Keni rënë një gratë. Dhe njëjta gjë thuhet, e mban mend çfarë thoshte për luftarin, dhe për njërë... Problemin sot... Jo, e dikush është për... Ne nuk rrim do të pa thënë atë që ne i shohim si të vërteta, se janë vërteta, se Rama do takoj Trumpin. Problemi që ne po diskutojmë këtu nuk është ky.
Pra, për shembull, unë ndaj një pjesë të madhe të kritikës dhe akuzave që i bën Rama. Shumë e drejtë. Problemi është kur këtyre kritikave dhe këtyre akuzave i shtohet dhe një gjë tjetër që Ramës ja ka hequr vizën Trumpi. Për shembull, këtu erdhi Lacivita ju bët fushat që ne nuk mund të lejojmë birbon e Sorosit të drejtoj një vend aleatin ton, apo jo? Ky që refreni i fushatës i thënë me dorën, me gojën e Lacivita. Tani, një shqiptar, kur ka dëgjuar këtë premtim fushate, pra që ne trampistët duhet shërënjosim atë sorosistin e Shqipërisë dhe shojnë sorosistin për kratë Trumpit, kjo krijon një mosbesim. Nëse bijem dakord në disa gjëra, mund bijem dakord në një gjë tjetër dhe besoj se bijem. Hyrjen e fjalimit të Trump e pat, i vetmi personazh që i përmendi vetëm emrin, apo jo, ishte Edi Rama. Të gjithë të tjerët kishte komplimente, lëvdata, fjalë të mira, shaka. I vetmi në 60 vetë që ishin aty, 20 sa ishin, se se di numrin. Kundër argument. I vetmi që tha vetëm emrin tha. Edi Rama, Prime Minister of Albania. Dhe çfarë tha? Kaç. Përveç kaq? Kaç, sa gjithë. Dhe përgëzime tha. Jo, absolutisht jo. Tha vetëm që falenderoj. Ju falenderoj gjithë që keni ardhur këtu. Jo, tha Edi Rama. Falenderoj. Në fjalim një, po a lejo kundër përgjigjen. Ti ke ndajur në Amerikë një minutë. Po e kam Po kjo nuk do thotë që ti... E kam këtu, Ylli. Jo, ajo është e vërtet. Prandaj ta thash, atë Vjosa Osmanin dhe Ramën krahasoj, janë ata... Balans me të gjithë. Vjosa bën një punë shumë të mirë. O, zoti Lela, a mund të të pyes... Nuk tregon që i dha dorë dhe i është... Ja. Ta vazhdoj... Ti po vazhdon me Ramën, vazhdo. Se e diku e kam mallin unë. Për shembull, të ne po themi që ju shfryu Rama, o zotëri. Një moment të marrim këtë që Trumpi për ato që ka thënë Rama, për faktin se drejton kartelet e gjitha, nuk e do. Një njeri që unë e dua politikisht, por me sa duket administrata Trump nuk e do, Albin Kurti, që është njeriu më i fuqishëm i Kosovës, mund të ishte në tavolinë. Ata zgjodhen të çojnë Vjosa Osmanin. Po të donin Shqipërinë dhe të kishin Ramën me kryq, do të çonin Bajram Begën, që ka të njëjtën fuqi sa Vjosa Osmani. Por Amaz Nuk të shkon mendja që është lobuar dhe punuar shumë që të fshihet Bajrama. Po për këtë të kemi thirrur ne ty që na thuash, a është lobuar? Fut dhe lobimin. Unë të kam thirrur ty të një përgjigje kësaj pyetje. Nuk është lobuar. Po mirë, më vazhdoje. Po s'ta pranon logjikën. Duhet të ketë një koherencë debati. Po këtë më po i them dhe unë. Vazhdo pra. Do me thënë, pa tjetër që mund t'jetë bërë dhe me lobim. Unë besoj që mund t'jetë bërë dhe me lobim. Por, futi dhe lobimin brënda, tregon që Trumpi dhe njerëzit e Trumpit nuk ja kanë hequr vizën Ramës si që është thënë këtu. Pra është një gjë që u çaka dhe me lobim. Mund të rikuperoj dhe me lobim. Kjo, po them unë, që si narrativ ka rënë. Dhe për mua atje duhet ishte Albin Kurti. Jo, sepse ata për kritikat që i kanë bërë thonë, ne Kosovën e duam, po duam që Kosova tjetë nga kjo zonja. Në Shqipëri nuk kanë përdorë këtë standard. Thonë, më mirë, kë nga ka sharë që po letjet. Pra nuk kemi një heqje vize të Ramës nga administrata Trump. Kjo është ajo që më duket mua më realja. Të them një provë tjetër? Pa rregullsinë këtu e... Ja, një sekondë përgjigju ti. Atë që ta bushati plus. Edi Rama jam okej me ty në çdo pikpamje që ka përdorur të gjitha mjetet për të gjetur një mënyrë afrimi me këtë administratë dhe me Trumpin. Dhe për hallet e veta. Dhe ka një vit që mundohet shumë. Po këtë po të them pra. Dakor. Ska pse ta përsëritësh. Tani unë dua përgjigje të kësaj tjetrës. Jo kësaj që them unë. Lëvizja e tij kryesore ishte dorëzimi i Sazanit dhe i Zvërnecit te familja Trump. I mori dhe i hodhi aty. Opozita në vend që ta denonconte këtë si korrupsion në çdo vend të botës, Lela, më shiko drejt. Do kishte lënë gjë pa bërë opozita, nëse do ishte një opozitë e vërtet, me këtë marrje të kësaj, të këtyre pronave dhe dorëzim te Trumpi. Opozita doli kryetari i opozitës. Çfarë thave? Edhe unë kam dashur t'ja Berlusconit tha, po,
Rasmundja, Rakovi. Ta ja përgjigjen unë. Përgjigjen, ma përgjigj. Tani. Pse s'tat një qerek fjale për këti kje, po për kundrazi, u gëzuat më shumë se Rama për dhenin e Sazanit dhe Zvërneci. Ja ta ja bë përgjigjen. Në një vënd ku s'ka si investim të huaj, ku të gjitha, po, më le pra, unë të lash, s'ka si investim të huaj. Po edhe, kuptoj dhe popull. Kur investimi është Amerikan, kur investimet bëhen... I familjes Trump, investimet bëhen 30-70 mes oligarkëve dhe pushtetarve, dhe hidhen miliona euro në rrugë dhe rrugët bien mbi rrugë. Dhe kjo detyroj ju të mos flisni fare. Të gjitha bashkë dhe Partia Demokratike dhe Sali Berisha është një... Zoni dhe ne këta, pse s'kan folur për... Po me kuptova, po... Le të them budallëkun tim dhe pasaj... Jo, mo e kuptova, po ti po na me për trapan e komplet këtu, e kupton? Jo, po ti s'më le të them... Po ti po na me për trapan e tani, ti po na thua ne që Shqipëria s'ka investime, ndaj u gëzua opozita që ju dha vendri Trumpit të pasurit e shqiptarëve. Partia që është themeluar në ndërtirë dhe nga Amerikanë... Nuk ishit bythë, o Lela, nuk ishit me ndërbythë, të flisit edhe një fjalë të vetme. Në çdo vend të botës se di çfarë do ishte bërë apo jo. Do ishte bërtitur opozita në kem. Jo anti-amerikan, më jo. Nuk e kemi qëllim në vetvete. Me Amerikën jam të unë, më. Nuk e kemi qëllim në vetvete anti-amerikanizmin. Është kjo partia tjetër që e ka. Kjo e ka dhe e bën për transakcion. Kjo je pronat dhe ju përqafoni dhe një Po pse reaguam ke Durrësi, mo ke Durrësi? Në gjak dhe për transakcione shesit. Pse reaguam ke Durrësi? Fjala marri dolën kundër këta. Po pra. Ke investimi Durrësi dolën kundër. Po pikërisht pra se ishin amerikanë. Edhe ky huaj jam duke thënë. Ishin amerikanë. Ne si jemi anti-amerikanë. Po dhe investim komplet i huaj është kemi këtë epidemi. Por ti je drejtor komunikimi, ti duhet të bësh ti apo ja? Po. Ti duhet të jesh i vetmi njeri aty që thuash sa gjëra të vërteta ore. Edhe sikur të përthen ata. Edhe sikur të heqin, o dëgjoj mua. Edhe sikur të heqin, do të nderosh veten. Se ne e kuptuam me vonesë sa gjëra, edhe unë kam tjera. Të pro-amerikanizmin e besoj më shumë se kushdo aty. Se je amerikan. Se ke jam shqiptar, por ke edhe pasaport amerikane më. Por kam si ka kjo? Këtë besim kam më tani. Ka lidhje me Fol pres se na ngjiri. Na ngjiri dhe nuk dëgjon. Ti duhet të jesh njëri që mësosh ata, drejtor komunikimi. Sa gjera. Po s'lejna dolla, po dole kur gjithës. Le që ata të rajnë aty qërë. Rama e thame për para dhe më ka shkuar në bordin e paqes edhe me miratimin e opozitës dhe ka bërë shumë mirë që. Pra kishte një votim konsensual që Shqipëria të marrë pjesë, ftesa e ka arë Shqipëris, për e ka arë dhe kryeministrit, nuk e ka arë presidentit, kështu është, nuk di që ka ndodhë në kulisa. Pra është një ftesë që i dërgohet kryeministrit Shqipërisë, i cili nuk ka atë pozitë, dhe këtu duhet të ngulmojon që nuk ka nevojë për teprime. Nuk ka Shqipëria atë pozitën që ka Venezuela, Rusia. Jemi okej më pres për këtë e thamë. Tashi. Pjesën e parë. Për sa i përket investimeve, shiko. Për mendimin tim, opozita prap ka mbajtur qendrim, ka thënë nuk ka denoncu gjë, ka thënë le të bëhen, ato do vinë, sepse duhet me qenë realist. Këto janë pro-amerikanë, ajo është pro-amerikanë, e Lela e di me kohë. Këto kanë dhe i problem me Amerikën, si janë të angazhuar, me mishëm... Unë kam thirrur si drejtor komunikimit të opozitës, me para, si pro-amerikanë. Për të heqë sanksionimin. Kështu që si do... Për të heqë sanksionimin dhe akord, pastaj. Kemi këtë hallë, po le ta thot, pastaj. Ky drejtor komunikimit, kemi këtë hallë, do heqim sanksionimin dhe... Do gjëra kuptë, edhe po ta kenë idenë që është investim transparent. Pra, duhet jemi edhe ne realist në analizën tonë. Jo, ne themi gjërat që mendojmë. Ajo që... Mund t'i mendojmë gabim? Jo, tani, realist. Çfarë realiste? Që e mallin këtyre? Hallet që kanë këta? Ajo që duhet... Që e mallin e dramës, që e mallin e këtyre dhe mbaron. Jo, ne nuk po qajmë hallin e tonet si me zonë. Ne po themi... Jo, pra se... O, Julli, do analizojmë se nuk mund t'i... Zonja nuk liste. Po të qeda. Qeshte pak, sepse i kupton dhe të gjitha që të është ne gjithë. Me thamë pra dhe ne kemi për të ty të themi. Ky të bën për merë për... Po thot, a i po thot dhe të mi gjë. Nuk e ngremo, jo. A i po riheshtur më shumë se kur. Ky e kupton barabar me ne. Fredi, falimi, Fredi po thot një gjë që kjo narrativa që përmende unë fillim dhe që është qetësuese për opozitën, nuk ka autorësi nga kryetari i partisë, megjithëse kryetari i partisë është aty kur nxirret, do të thënë ajo
Ramaduro, fotografia, dhe më dhe ajo letoj që është brenda. Ne që ajo është Ramaduro në mendojmë dhe themi, kjo s'ka... Ore, se takoj Trumpin, ne nuk mendojmë që esë është Ramaduro. Dhe është, dhe është. Se keni bërë ju atë, e ka me forcat e vedaj. Po takoj edhe Zotin po tash, se s'po kompleksoni nga kjo ylli. Do dhe Zotin po e takoj, në Ramaduro do i themi. Ai takoj papën. Me robat e rëmbimit, ai takoj papën, unë katolik jam, po se takoj papën, unë nuk mendoj që ai s'është Ramaduro. E ke veshur me robat e transferimit të... Me robat e rëmbimit, që do e marin... Që do të marin, e kuptoni. Me që fone për simbole, ja ku e ke. Tani, ajo kostumu bë... Po më i kërkuar në rrjetë. E kanë veshur me robat e marjes, o presh. Te po themun, po them të gjëqe. Ajo opozita që dur me i bo qefin vete, se gëzohën me njëri tjetrin, që nuk qëndron, dhe më thënë, nuk qëndron nivel krahasimi. Ti mund të thush gjdoj ka boll. E fundit që do thoja unë, vizita... Siguretet fundit të burë. Jo, të fundit se thash, po them tani. Vizita, sepse nuk du të kalojmë tani në ekstremin tjetër, që shkojnë në Amerikë, Rama, problemet që me cilat përbëjnë dinamikën e marrëdhënieve SBA-ve me Shqipërinë ngelin po ato. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa herë vinë këtu, dhe sa herë kanë folë do, 10 muaj, 11 muaj, kanë kryer fjalë drejtësinë. Kjo nuk pëlqejet shumë që e them unë shpesh e di, po i mirë të vërtet. Të endo jeshtu. Kjo, në qoftë se Rama, do jetë një iluzionin, se me qenë se takova Trumpin, ku di unë, isha atje, dhe tani u hap rruga që të vazhdojnë, dhe më thënë, me ndryshimet në kodin e procedurës penale, në pengimin e heqjes imunitetit të Belinda Balluku, Drejtësia këtu preç ka rënë totalisht, jemi okej me këtë pikë dhe të vijojmë te kjo pjesë. Jemi shumë okej dhe do ta vazhdojmë dhe e kemi bërë vazhdimisht. Për mua, si moderator emisione, kam ndërtuar shumë emisione dhe drejtësia ka vjetë drejtësie madhe, e madhe unë i them asaj, 99.3%, do më thënë ka dështuar totalisht, vetëm Spaku ka një gjë dhe këto, ajo ka dështuar, por ne kemi thënë vazhdimisht dhe... Stivojnë dosjet. Stivojnë dosjet të cilat bëhen në arkive madhe dhe kaq. Tani, në këtë pikë, Partia Demokratike ka lobuar me SBA-n me shifra jo dhe ajtë vogla, me thënë drejtën. Por mua më duket prap një luftë kjo që luftë me mollin të erës, sepse përdor të njëjtën armë, kundërshtari e ka shumë. Ti përdor për shembull pushkë, ai përdor tomahawk. Si plan, po themi, kur paguan robijet. Mos ndoshta edhe kjo është Lela një pjega por. Ka një ndryshim madhë, Ylli, nuk ka në gjë të fshetë Partia Demokratike, ato janë raportuar në... Jo, nuk po them që ka bërgabimu. Po pra, lobimi është një gjë kapitaliste. Shumë bukur. E bën, por ndryshimi është ky. Ndryshimi është ky. është me letra, është lobim me letra dhe lobim nga këto të... vrasësh Ariun me elastike. Me luftarin dhe me luftëtarët të tjerë të skeqes. Si të vrasësh Ariun me elastike. Se përdor mënyrën Davidi dhe Goliati, ti si njëri letërsis mund të përdorë dhe Davidi me Goliatin, po fiton, ndodhë që fiton dhe Davidi, jo vetëm Goliati. Fiton Goliati 1, 2, 3, 4, 5 herë, pastaj vjen Davidi, vjen Davidi me një pallastike, askush se besonte, të gjithë besoni që është humb edhe. Parabola ka ngjen histori se fitoi Davidi, se përndryshe s'do kishte. Po këtu nuk po ndodh kjo. Cila është pyetja? Pyetja është, këtu është, a mund do të opozita Edi Ramën për analistët me lojën e vetë me lobimet? Se në këtë fush fiton kush ka më tepër. Kupton Bushat? Në këtë lojë, sipas me fiton ai që ka më shumë. Jo. Ka lobimi nuk ndikon. Në lojë me presidentin që ka ardhur në Amerikë tani? Po. Nuk ndikon. Jo, se ti nuk ta pranon, preci nuk e pranon kur këtë. Dakor. Këto lobim, këto ishin e vetmja parti politike që kishin mbështetje në fushat me njerëz që kanë bërë fushatën e Trumpit. Këto praktikisht e prezantuan gjithë fushatën e tyre sikur është fushata e Trumpit, pak a shumë, sepse ashtu u bë dhe u ndërtu dhe retorika, edhe vetë PR-i i Partisë Demokratike u bë e tillë që ky ka ardhur, por atëherë pra nuk ndikon, ta them drejtën, nuk ndikon. Nuk ndikon, thua, Bushat? Lobimi nuk ndikon. Lobimi nuk ndikon, thot?
Unë s'kam pasur shpres, edhe për gjë, kam thënë shpesh që gabimi më i madh që po bën PD-ja është mbështetja ke Trumpi, është bësh një bazë të pamundur. Pse? Sepse problemi real, ka shumë probleme Shqipëria, po problemi real që ngre opozita dhe që ka opozita dhe pse u mbet opozita, është asgjësimi i demokracisë Shqipëri dhe mungesa e demokracisë. Dhe ti kërkosh vlera demokratike, një kauboj si qesharak si Trumpi, më kollaj mund t'ja kërkoje demokratëve. Që me çdo gjë ka lidhje, po vetëm me demokracinë? Po të bësh kaos përbashkët për demokracinë me Trumpin më duke një mision i pamundur. Dhe qesharak. Dhe me gjithat, kur them Trumpi, me gjithat se s'do merret Trumpi me Shqipërinë. Po, me ata që ka caktuar. Me administratës Trump. Trumpi përfaqëson një parti konservatore që janë Partia Republikane, që ka transformuar komplet. Dhe ka bërë disa gjëra në rang global që nuk janë të vogla, kështu që do ishte, mendoj të ndahemi bushat, do ishte naivitet nëse Partia Demokratike, si aleate tradicionale e republikanëve amerikanë, edhe si e sulmuar... E trampistëve e magas, jo e republikanëve. E trampistëve e magas. Jo vetëm kjo, po mos harrojmë historinë në cilën ti ke kontributin tënd me si kritizer. Historinë e sulmit të pashoq kundër Partisë Demokratike të Shqipërisë nga e majta amerikane e tjerë. Ti e di shumë mirë se tani në këto kushte si mund të mos Partia Demokratike të mos kërkonte tek Trumpi me të mirat dhe të metat e ti një horizont shpëtimi. Do ishte alogjike. Nuk mendoni që është gabuar? Jo, nuk është gabuar. Jo, mua, pavarësisht se mua më duket një fabule reme, po me që shkon, fabule reme që hajde shdukim këta sorosistat e Shqipërisë mund të funksiononte, po të kërkosh ka administrata Trump shqetësim për shkallmimin e demokracisë, do me thënë, a i rëmbeu Maduron, vendosi ku duhet shkoj nafta dhe tha popullin sundojni po njësoj si Maduro. Të kujtoj një element se ti ndjek me vëmendje zhvillimet. I mban mend demonstratat, protesta që bënte opozita, që ambasada Yuri Kim e ambasadës amerikane me zi priste, s'kishte mbaruar akoma protesta dhe dilte thoshte ka dhun. E mban mend apo jo? Ato jam i qartë. Diçka ka ndryshuar për një vit. Regjimi Rama është prej asaj administrate. Nuk del më ambasadë amerikane për thonë mos shkoni se ka dhun, a e patë se kishte dhun. Dakord. Tani pra ne një aleancë me Amerikanët me Trumpin e kemi, edhe prej pranisë së Kris Lasivitas që përmendi ai, zoti Zogaj, aleanca është tani, a është instrumentalizuar, a është përdorur, a është fituar me te, unë mendoj që edhe kjo është një fjali kam për atë që ka ndodhur sot me Ramën, është biblike kjo, mos u gëzo o i gëzuar. Për mua është... Është gëzohet, a i ka 20 vjetë pushtet. Për mua është një gëzim i rreshëm i asaj që takova Trumpin dhe këto probleme që kam me gjukatat, me Spakun, u mbyllën. Se po t'ishte kjo, nuk do kërkon të bënte amendamentet, po ta kishte garancin e Trumpit që do e ndimonte edhe me drejtsin dhe me Spakun, s'do i bënte amendamentet, do thoshe që shërgova dorën Trumpit, e kalova lumin dhe nësë më bënd gjë askush. Partia Demokratike, Ylli, gjithmonë ka pas mbështetje dhe ka pas lobingje nga Partia Republikane. Është vërtet, edhe për shëmë 2005-ën, lobistët e PGA ishin Amerikanë. Republikan. Dhe në periudën që ishte Lulzim Basha, por lobingu është i suksesshëm në një kontekst kombëtar për shkutërit fitores. Nuk është në vetë, më dhënë qelë si magji. Administratën e Bill Clintonit nuk është kështu si shtu ati. Se ky tani ju duhet këtyre për interesët e veta dhe të majtët Amerikanë i klasifikojnë si duan këta. Mo më vjen keq për këte, kupton. Në administratën e Bill Clintonit, që është Partia Demokratike, nuk është kështu preç dhe ti dhe unë kemi ndjekur ngjarjet. Berisha është mbështetur me dita mënyrë derisa rrëzoi veten, sa ja futi vetes. I merrte letrat e Bill Clintonit, po dëgjoj pra tani. Letrën e Bill Clintonit e sillte Shifteri dhe ky e merrte e ikte sikur ja kishte dërguar në Itan Ceka.
e ite në raft kështu, prap. Dhe për 3 grekët, për 3 grekë, e tjera. Pra ta e dashur 5 grekë. E dashuronin... Ishte koha kur ishte ti drejtori komunikimit. E dashuronin, jo, unë isha afer, 10 vjetë, po posë s'kam të asnjërat. Dhe ti mund të rinje kështu, më jashtë. Tani, më mirë jashtë se sa brenda ty, se dhe mund të rajnë në një ditërë. Një kjo mua. Aty me ata qenë bedra. Mund të hashtë në një dru gabimisht. Po të gjë mua. E tani më thëtë shonë. Po të gjë se kam qenë aty, mos ja u qomendjen thojnë. Mos ja u qomendjen thojnë. Tani, Bill Clintoni e priti në zyrë dhe si një nga presidentët e rëndësishëm të botës. Normal, më. E gjithë. Pa administrata e majti isha jo. Partia Demokratike. Po këta e ndajnë tani, lobingjet po. Lobingjet në Amerikë kanë, sa kanë në bushat, që ku karin. O Julli, asë nuk është më ajo e majtë, asë është më ajo e Ore, djatha. James trafikanti ishte një... Asë e djatha, nuk është e djatha e Romnit dhe Bushit me Trumpin, dhe asë nuk është e majta e Clintonit. Kjo fabull vjen dhe për Rama. Këta janë... Se Clintoni e priti në zyrë, dhe pas 6 muaj filloj të shmontimin Saliut. 6 muaj pas i të desha të them, kur thash mësu... Po e di pse? Kur thash që kjo gëzimi i Ramës i madhë, se i dhash dorën, pak do me thëmë. Histori e gjatë. Histori e gjatë. Të konkludojmë. Tani 3 gjëra. E para një herë që jo për arsye domosdoshmërisht lidhura me opozitën, qasja opozitës me këtë narrativën virtuale dështoi. Tregon që ishte dështuar deri tani. Ideja që do ta nuk e ftoi njëri në Amerikë, etj. Edhe të vërtetat që pushteti goditi gjithë opozitën, që duke zhbërë fare Partinë Demokratike, edhe që bëri lobim fuqishëm që e futi Berishën në këtë... Vetëm një nërë, qa ishte kjo? Ishte merite madhe e Ramës që takoj Trumpin, apo një bingo e historisë? Sjam aty fare. Bingo e historisë? Jo, më sjam aty fare, unë bingo e historisë i bjellë nuk thashe hodhi, mëra. Nuk thashë, Rama nuk ka nevojë për mbështetjen e Trumpit. Rama ka nevojë që mos e godasi Trumpi. Ndërsa ju keni nevojë për mbështetjen e Trumpit. Dhe problemi është kaq i thjeshtë. Që ju me propagandë, fal. Me propagandë nuk ja dilni dot Ramës se ja kap gjitha afret. I keni mundësi të dobta. I ka kap gjitha valla. Mos vin sherifët për propagandë. Me lobingje nuk ja, fal, o zoti Rakipi, ta mbyll pak. Me lobingje nuk e kapni dot dhe unë jam dakord këtu me idenë që shikoj se lobingje shkon deri lobi hebre. Edhe fiet që ka Rama janë shumë të forta se sa këto që po përdorin dhe kjo s'është faj i fredas Partisë Demokratike. Dhe ato funksionojnë, sidomos këtë Trumpi. Lobingjet funksionojnë. Në mënyrë problemi më i madh për mua, dikush është apo jo? Që edhe Amerika vetë është hallë me edhe Trumpi dhe gjithë lobingjet që bëjnë këto. Sepse ti ke një kryeministër që ka gjysmën e qeverisë në burg dhe vazhdon akoma hetimi dhe vetë i ngushtohet për ditë laku, nga ana tjetër ti ke një kryetar opozite që është vetë hetim. Që të bëjë Amerika, ma? Dhe Rama ka fitu betejen. Nuk ka nevoj të asjellësh pushtet. Vëtë mos në godit. Këta nuk kanë mundësi ose nuk kanë gjetë mënyrën për të shfrytzuar marrëdhënien për të asjellën pushtet. Përfundimisht, unë duhet ju pyes, a duhet opozita të dorë nga ideja se Ramën do të arrëzojnë nga jashtë Amerikanët apo Evropianët, kush do qofsa? Kjo pra është. A vazhdon kjo ide me, a duhet o bushat kjo? Që Amerikanët o këta dhe si e mendon të këtë. Se këtu mbeten këta, në këtë qercull. Tani unë kam qik mendim që juve mund t'ju ngrejnë nervat gjithë dhe që... Thuaj që duesh. Amerikanët të 30 vjetë vetëm e kanë shkallmuar në pjesën më të madhe demokracinë në Shqipëri. Nuk ka ardhur në jere mira e demokracisë. Ja ku superplasën fare. Nga Amerika. Po, a duhet lëvizi opozita çdo gur që ka ndorë. Pra, edhe kaq... Jo me para, kur unë të mbytë ty me para. Po edhe me para, me çdo mundësimër që ka ndorë. Do me thënë, boll dhe kjo mërë, këta po bëjnë protesta prap tani. E tha qik Fredi. Dilnin pa mbaru protesta der Kerion Veliaj, mos bëni pismuret, mos idhni bomba. S'flet ma mas një ambasador tani. Të pak të kjo se kjo është fal raportit të ri që ka kriju opozita, edhe kjo mirësh. Pra që sot nuk kemi një ambasadë amerikane anti-opozitare si që kishim 10 vjetë e fundit. Qartë. Gjenish dhe preç dhe pastaj thotë diçka. Tamam, unë kam mendim që... Unë e thash, po preçis. Mendim është që komplet kundër me... Më kundër Bushatit këtë e dim se e këtën milioner.
Çdo gjë që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara Është e mirë. ka qenë e mirë për Shqipërinë. Çdo gjë. E fundit është reforma e drejtësi, pa të cilin nuk do bëhej, sepse ata e kanë imponuar. Po në ngradë Berishës s'kishte lidhje fare asgjë të mirë dhe nga Amerika erdhi. Ishte pisniku më i poshtër. Pavarësisht se u gatuan në Shqipëri. Edhe një administrat X. Mos e shohim Amerikën domethënë kështu, po janë emra në Amerikë. Reforma ka rënë më presh. Janë emra. 97.3% ka rënë. Jo se kemi diskutuar është që Po s'do ti tani, unë qose kam një allë dhe ti s'ma zgjit, po ma zgjat 15 vjetë, unë nuk e shoh do këtë reformë. Ka pas lidhje kjo Kush ka pas lidhje, do 10 veta, 20 veta që tresin Fatmir Meti unë. Atje, në spako. Është përgjegjësia e Edi Ramës dhe ministrave të drejtësisë që nuk kanë parashikuar që kur ti bën vetting, do skartosh një numër të madh me magjistratësh, ti duhet marrësh masat i zëvendësosh shpejt. Me çfarë? Me kunguj. Jo më ka. Jel kunguj dhe mbin kunguj të vitin tjetër. Shton numrin e pranimeve në shkollën e magjistraturës. Po e shtove, do atë që po bën tani. Nuk e shton dot se është e mbyllur. Po jo më jo. Mos e bëj vettingun politik njëre para që të heqësh ata që prishim. Edhe ajo, patjetër. Ju do vërtoni vendos ndihmës gjyqësor që e kanë filluar tani. Çfarë tani përcentit Pjetër veç këtu. Për këtë të... Dhe gjithë këtë tematikë që ne kishim që... Po se mbaroj preci, olla. Po i thamë, i ka thënë. Janë ndërprerë. Këto i ka thënë, e vërtet, po këto... Ore i ka thënë, o zotri... Edhe ti një tërpyti për, a i thatë një në përgjit, jo, po dhe ti një tërpyti për. Ka kontekst të ri, fakti që Amerikanët dhe Europianët, a duhet të ne t'i dëgjojmë si kur ka ardhur këtu Jezu Krishti. Sepse ata, atë një minut, ata ikin, qiko, Marizelino, kjo tjetër e fundit si e kisha, që përmendet ti? Juri Kimi, kishin në një përgjithsi këtu për këto që benë. Por shiko. Jo, një minut. Kishe lidhe fare me politikën amerikane. Fare. Kishin në një përgjithsi. Komplet e njëanshme. Mbajte në një përgjithsi për ato që benë. Siguri, po që se i kam bërgabim. Dhe me një gjuhë shumë të egrë, do hani barta. Shumë egrë. Ore, nuk ka shtet tjetër që të marrë ty të t'i gjoj ty të gjitha brimat që rishon me gjitha brimat që këtani për dere tani. Je keq e thukshëm. Do kishtë moderim, ndërmjetësim nga partneret këtu nuk dje që do kishtë ndodhë. Ti ke 97-ën. Shqipëria ka prodhuar, po thuj se ka shkuar në pragun e një lufte civile, e pa shembull. Që se din kush e nëziti, akoma si jemi të qartë. Kush e nëziti, për si përfundim, ne jemi edhe dëshmitarën e ti dhe një farë protagonizme e kemi pas, ajo moderua, ndërkombëtarët. Në shkruajnë që s'kemi më momente, atëre ne ikim nga kjo pjesë, një publicitet fare shkurtër dhe rikthemi në pjesën e tretë. Shtini tani, ti do ikësh ti? U lodhe? Jo të thuaj dhe populatës që e lodhur? Jo, nuk është lodhur. Do qëndroj. Publicitet rikthemi njerë. Fjallën tia i su lodhë fare. Publicitet rikthemi.